الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sot kishim faktikisht mësimin e hadithit, po me që mund të ketë një çun që agjeron, po përmbledh me dy mesele, dy çështje që i shoh me fjalë si të rëndësishme. E para, hadithi ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: zgjatini mjekrat, lëshojini mjekrat, edhe shkurtojini mustaqet. Kështu ka tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Kur kanë diskutuar dietarët që zgjatini mjekrat, lërini mjekrat, kanë pas për qëllim, thon dietarët, ka pas për qëllim profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë shprehje, duke kuptuar kjo nga gjuha arabe, lëshim pa prekje, pas një lloj prekje, pas një lloj shkurtimi, pas një lloj rregullim kuptimin rregullim me fjalë, jo rregullim zbukurim. Kjo, kurse ajo që duhet ndalesh është tek mustaqet. Për sa i përket mustaqeve, si shkurton mustaqet apo si hiqen? Dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme për sa i përket si shkurtohen mustaqet. Disa kanë thënë që thjesht me gërshër, për shembull, i heq këto majet e mustaqeve sa për të dukur buza. A jemi dakord? I ul to kështu mustaqet edhe i shkurton vetëm to sa me dal buza. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë është që të hiqen fare, të hiqen për shembull me makinë, mos të ekzistojnë këto për shembull mustaqe, mos të ekzistojnë fare. Ky është një mendim tjetër. Edhe ky ka argument. Është transmetuar në Sahihun e Imam Buhariut nga Ibn Umayr radhiyallahu anhu, tek ka përmendur edhe Imam Ibn Hajeri në Fathul Bari, thotë që Ibn Umayr radhiyallahu anhu i hiqte këto sa i dukesh e lëkura e bardha e lëkurës së tij. Teksti i hadithit tek Imam Buhariu është kështu që ka përmendur Imam Ibn Hajeri. I hiqte, i shkurtonte ai shumë mustaqe sa i dukesh e bardhësia e lëkurës. Thon dietarët, i shkurtonte ai shumë sa që i dilte kjo pjesa këtu, i dilte bardhësia e lëkurës. Duke u mbështetur dhe një thënie tjetër që është transmetuar, që e kanë përmendur dietarët si argument, është se disa prej sahabëve i hiqnin mustaqet me shpatë. Me çfarë hiqnin? Me shpatë. Kjo është argument që hiqen mustaqet në tërësi. Pastaj dietarët janë kundërshtuar çka quhet izale, domethënë heqje. Çka quhet heqje? Disa kanë thënë që thashun që thjesht shkurtim, disa thonë hiqje tamam fare. Allahu e di, kurse një mendim i tretë thotë që lejohen të dyja, por se më e mira është që thjesht ti shkurtosh vetëm të këtu pa i hequr komplet, domethënë, pa i bër zero, si ta them. Domethënë disa dietarë të tjerë kanë konsideruar më të mirë, kurse mendimi tjetër kanë konsideruar thjesht pa pëlqyeshëm. Dakor? Megjithatë Allahu di më së miri, dhe mendimi i Ibn Umerit, domethënë është i fortë, i bazuar. Pse e themi këtë? Për shkak se Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu ishte ai strikt në sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, saqë ne tham kur heste Abdullah ibn Umayri, rruga ishte këtu për shembull, duke ikur i thoshte jo, do të kaloj këtej. Po pse këtej? Ka shkel profeti aty. Strikt i madh, strikt. Profeti sallallahu alaihi wasallam hyn në xhami, i la kputucët me janë, i lanë gjithë sahabët aty. Po kishte vend edhe këtej. S'ka problem. Profeti i la aty.